Përshëndetje shenja peshores, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi 6 shkopinj, asi i kupave, 3 kupat, 3 monedat. Java nis me energjinë e fitores, sepse në 6 shkopinj të flet për njohje, për një ndjesi se po dilni nga një periudhë ku ndoshta jeni ndjerë të pavlerësuar ose të keq kuptuar. Nuk është domosdoshmërisht një sukses i madh publik. Mund të jetë thjesht momenti kur ju filloni të shihni veten me më shumë respekt. Asi i kupave sjell një fillim të ri emocional. Zemra juaj duket më e hapur se zakonisht. Mund të vini re se emocionet rrjedhin më natyrshëm, se ju prekin më shumë fjalët e bukura, kujtesi i njerëzve ose edhe momentet e vogla të përditshme. Më pas kemi 3 kupat dhe 3 monedat, 2 karta që flasin për lidhje me të tjerët. Kjo javë nënkupton se ju mund të përfitoni nga bashkëpunimi, miqësia, bisedat dhe shkëmbimi i energjive. Duket se ka njerëz që mund t'ju ndihmojnë, t'ju vlerësojnë ose t'ju japin një arsye për të buzëqeshur. Kartat këshillojnë të lejoni veten të pranoni mbështetjen dhe gëzimin që mund t'ju ofrohet. Kalim në familje. Në familje kemi temperanca, karroca, 10 kupat, 9 kupat. Në familje, kjo duket si sfera më e bekuar për interpretimin tuaj, sepse temperanca flet për paqe, flet për pajtim, ekuilibër dhe shërim emocional. Nëse ka pasur tensione, keqkuptime ose lodhje emocionale mes antarëve të familjes, kjo kartë sjell energjinë e zbutjes. Karroca tregon se gjërat lëvizin përpara, ka një ndjesi progresi, diçka që ka qenë e bllokuar mund të fillojë të marrë drejtim ose mund të ketë një udhëtim në horizont për disa nga ju. Pra, ju mund të shkoni diku ose dikush mund të vi tek ju për vizitë. Më pas shfaqet karta me 10 kupat dhe karta me 9 kupat. Këto janë 2 kartat më të bukura emocionale të tarotit. 10 kupat flet për harmoni, ndjenjë, përkatësie, ngrohtësi dhe mbështetje emocionale. 9 kupat quhet shpesh karta e dëshirave të përmbushura. Këtu duket sikur ju jepet mundësia të shihoni atë që keni në vend që të përqendroheni tek ajo që mungon. Kartat këshillojnë të mos lejoni që çështjet e vogla të zbehin afërsinë me njerëzit tuaj. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi njeriu i varur, 9 monedat, rrota e fatit, budallai. Në dashuri, njeriu i varur tregon se për një periudhë ju mund ta keni parë dashurinë nga një këndvështrim që ndoshta po ndryshon. Mund të ketë pasur pritje, ndalesa, pasiguri ose një ndjenjë se gjërat nuk po lëvizin sipas ritmit që dëshironi. Por kjo kartë nuk flet për dështim, ajo flet për një pauzë të shenjtë. Më pas kemi 9 monedat. Kjo kartë ju paraqet si dikë që po fiton vetë vlerësim dhe pavarësi emocionale. Ka shumë mundësi që dashuria këtë javë të mos vijë si shpëtim nga vetmia, por si shtesë mbi një jetë që tashmë po ndërtoni për veten tuaj. Edhe pikërisht këtu ndodh kthesa, sepse kemi rrotën e fatit. Dhe kjo kartë sjell lëvizje të papritura, mund të sjell kontakt, rastësi, një takim, një bisedë, një ndryshim perspektive ose një zhvillim që nuk mund të kontrollohet plotësisht. Është energjia e derës që hapet kur ju kishit pushuar së shtyri. Më pas kemi kartën e budallait. Budallai është fillimi, është hapi i parë, është kur zemra thot, po,
Kam frikë, por do të ecë përpara gjithsesi. Për ata që kanë dikë në mendje, mund të tregoj një ndryshim të rëndësishëm në dinamik, ku gjërat fillojnë të lëvizin pas një periudhe pritjeje. Por ajo që më tërheq më shumë vëmendjen mua është renditja e kartave. Nuk vjen fillimisht rrota e fatit, nuk vjen fillimisht budallai, së pari vjen karta me 9 monedhat, dhe kjo më bën të mendoj se çelësi i dashurisë këtë javë është që ju të mos harroni vlerën tuaj, sepse sa më shumë të zhvilloni ndjenjën e pavarësisë, aq më natyrshëm mund të hapen rrugët e reja për ju. Kartat këshillojnë të qëndroni në vlerën tuaj dhe lejoni që gjërat të zhvillohen natyrshëm. Kalojmë tek puna. Në punë kemi të dashuruarit, dielli, 6 kupat, 9 shpatat në pozicion të pjerrët. Në punë shfaqet fillimisht karta e zgjedhjes së drejtë, që është karta e të dashuruarve. Të dashuruarit nuk flasin vetëm për romancë. Në punë shpesh të dashuruarit tregojnë vendime që duhet të jenë në përputhje me vlerat tuaja. Dielli sjell sukses, qartësi dhe optimizëm. Kjo është një nga kartat më pozitive për çështjet profesionale. 6 kupat mund të flasë për bashkëpunime të këndshme, njerëz nga e kaluara, kontakte të vjetra ose rikthimin e një ideje që dikur mund t'ju ketë frymëzuar. Më pas kemi 9 shpatat në pozicionin e pjerrët. Dhe kjo është interesante sepse tregon që ankthi po humbet forcën e vet. Frikërat nuk po zhduken menjëherë, por po humbasin kontrollin mbi ju. Është sikur të kuptoni se disa shqetësime kanë qenë më të mëdha në mendje sesa në realitet. Kartat këshillojnë se nëse mendja ju sjell skenar negativ, duhet të kontrolloni faktet. Kalojmë në prizëm orakel, ku kemi lumturia. Kjo kartë nënkupton se ju po dilni nga një fazë pritjeje dhe po hyni në një periudhë ku jeta fillon t'ju tregoj se disa gjëra të bukura mund të ndodhin pa që nevoja t'i detyroni ju. Paçi.